Pejgamberi alayhis salam të hyp dhe me këtë e mbyll, mimber xhamis me mbajt ligjërat, ndalon. I vjet Xhebrail Emini. Hypi shkallën e parë, tha amin. Se i tha Xhebrail Emini, shikoje perlat, urtësit e rrugës pejgamberit alayhis salam. Sa hypi shkallën e parë, ndaloi, i tha Xhebrail Emini, o Muhammed, mësoje këtë. Kush i ka prindrit në moshë të thyer, të dy ato apo njërin prej tyre, mirë për atë po hynin në xhenet. Që do thotë që nëse ke njërin ose të dy prindrit gjallë dhe janë moshë thyer dhe ti i respekton, i mban, i përqafon, i don dhe derisa t'japi shpirt jema ato, e ke garantuar xhenetin. E pejgamberi tha amin, kështu qoftë. Kur hypi shkallën e dytë, tha Xhebraili ndal. Merre urtësinë e dytë. Tha po Xhebrail. Tha mirë për atë person që jeton muajt Ramazanit e si falen gjinafat. Shi sa qartë, shi sa bukur, shi çfarë mëshire, shi çfarë mirësie të madhit Zot, sa i është krijuesi jon na don. Tha o Muhammed, mirë për atë njeri që e ka shansin të hyjë dhe të jetojë në muajt Ramazanit e si falen gjinafat, pra ta agjerojë, të bëjë vepra të mira, se i madhi Zot të t'ia falë gjinafat. Tani një jo nga ju në xhami, po një që na dëgjon rrjetet sociale thot, a mirë atëherë, flas nga këto ironikët. Mirë atëherë po bëjmë gjinafe 11 muaj, po agjerojmë edhe po na falen. Po kjo po të bëhet si pyetje më të mirë, i bekum qoftë ai që e bën, po ka nga këto që thonë, i fal nga Zoti, po të çat dush 11 muaj, nuk është kështu. Në muajin e Ramazanit i madhi Zoti fal gjitha gjinafat. E para që falen me shpejtësi, pra siç nxitojmë ne për vepra të mira, nxiton i madhi Zot për ta fal gjinafat. Gjinafet e para që falen janë gjinafet që i ke ti dhe Zoti jot. Pra gjinafe që ti ke bërë ndaj Zotit tënë, ai në Ramazan këto i fshin total. Po janë dhe një palë gjinafe tjera, janë gjinafe që normal janë ndaj Zotit, po janë dhe ndaj njerëzve. Dhe këto i madhi Zot t'i falë, po këto nuk falen, derisa ti kërkosh halalin dhe të falur njerëzve. Kur ato ta bëjnë halal dhe ta falin, falesh i gjithit totalisht. Ky është shpjegimi për ato që s'kan durim të pyesin me kulturë. Kështu që i madhi Zot na fal gjinafet e na boft jemi të begat në Ramazan. Amin ya rabbal alamin.